Në kryetari u volot të UÇK-s Gazmet Sylla është në studio për diskutuar lidhur me procesin dhe nisjen e fjalëve përfundimtare të prandomave të specializuara në Hag, të cilat sot ka nisur me fjalën përfundimtare të prokurorisë dhe do vazhdojnë me mbrojtjen e viktimave dhe tutje me fjalët përfundimtare që do t'jepen nga të akuzuarit. Pra kërkesa sot me cila kanë nxitur edhe reagime të shumta në Kosovë ka qenë e prokurorisë së specializuar në Hag, e cila ka kërkuar një dënim prej 180 vjetësh për 4 ish-krerët e UÇK-s, të cilët po akuzohen prandomave të specializuara për krime lufte. Atëherë Zënoj Sylla, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Atëherë Zënoj Sylla, fillimisht si e pat fjalën përfundimtare të zyrës së prokurorit specializuar, e cila e nisi me kërkesën për një dënim prej 180 vjetësh për ish-krerët e UÇK-s. Po ne si organizata veteranëve të luftës, qysh kur është flitë themelohet kjo gjykatë, e kem kundërshtu, vazhdojmë me kundërshtu edhe punën e saj që e ka bërë deri në ditën e sotme. Me thonë drejtën edhe kjo kërkesa e prokurorisë për këtë dënim kapital, nëse mund me thonë që e kërkoj, nuk është që ne ka befasu shumë, sepse ne kem pas qasjen e prokurorisë gjatë krejt kohës, që ka qenë, e po ashtu fatkeqësisht edhe gjykatës, e cila me gjitha këtu kërkesa sara që ka pas prokuroria, ndonjë kërkesë ka shit gjykatës për këtë temë, do të thotë, gjithmonë gjykata ka qenë po, gjithmonë i ka aprovu kërkesat e tyre, fatkeqësisht nuk ka ndodhur njëjtë me mbrojtjen, sepse nuk mohat men një kërkesë mbrojtjes që është bërë nga ana e mbrojtjes gjykatës për një temë caktuar për të akuzuar atje, që është aprovu. Prandaj edhe gjykata, unë me thonë lirësh që ka bërë një punë të njanshme, ose më mirë me thonë dashka kanë funksionuar dy trupa, gjykatë e prokurori bashkë dhe mbrojtja përballë tyre. Prandaj nuk është që ne ka befasuar shumë, sepse dihet që kërkon prokuroria, dhe mbi bazën e asaj pune që ka bërë deri më sot, normal që u kuptu, sepse tek e fundit kjo kërkesë edhe e Serbisë, bashkëftarët tonë, mund gjykuar më dënu sa më shumë. Mund themi që ka te kaluar pak parashikimet marrë parasysh edhe vendimet për krime lufte që kemi parë të kaluar në Kosovë, dhe ato pranë Hagës ndaj Jugosllavisë, pra te kalon ato kërkesat e prokurorive të atyre për krime lufte, apo jo? Në Kosovë deri më tani më duket dënimet për krime lufte për ato raste kanë qenë deri në 15 vite, në Hagë ishin dikon deri në 22 vite nëse nuk gaboj, apo jo? Po, vërse vetëm që tash dallojnë gjykatat, edhe kjo një farfur në jep me kuptu neve, ose nështë edhe ato qëndrimet tona që kemë pas gjatë krejt kohës, që kemë thonë që tërë procesi është politik. Prandaj shihet ndikimi i aty në shtetë që nuk ja dojnë të mirën vendit tonë, që nuk ja dojnë të mirën UÇK-s në fakt, ndikimi i tyre edhe mbi prokurorin, pra me këto kërkesat që janë absurde për dënim me kaq kapital, po mos harroni faktin se ne kemi edhe dy bashkëftarë tonë tjerë që janë dënuar mbi 20 vite burg, 22 e 3. Megjithatë apeli i kthejnë 2-13, po prapë tendenca këto gjykate pra është dënuese me dënu, po jo asnjëherë me nxjerr drejtësi. Po, presni që në fund gjykata do të diku dekada tani afat që 3 muaj det pas fjalëve përfundimtare të marrë një vendim. Çfarë presni që jetë vendimi i gjykatës, marrë parasysh që këtë po thoni që gjithmonë ka anuar dhe ka marrë vendime në favor të prokurorisë në këto raste? Është një test që gjykata është dashur me tregu veten, nuk spakun këtë moment, do të thotë me tregu që ka qenë e paanshme, me tregu që do me nxjerr tamam drejtësi për ato që kanë ndodhur vitin 98 me autonom, megjithatë i druan faktit për shkak se kjo gjykatë prej themelimit të saj ka qenë e anshme, jo dini themelimi i saj kur ajo target ka vetëm një etni në këtë rast, që vetëm shqiptarët ose vetëm UÇK-ja që është do të thotë gjykatë që smohat men që kanë ndodhur në një vend tjetër, në shtet tjetër që krijohet në gjykatë me pas target vetëm një këmbë ose një edhe punën që ka bërë gjatë krejt kohës kur kem pas kërkesa për bashkëftarët tonë qofshin ata marrë me prit këtë kohë, këtu 5 vjet shtëpitë e tyre e ma vonë më shku me prit verdiktin final në ato dhoma aty, qoftë trajtimi që nuk është bërë me dignitet, do të thotë ka pas 300 drejtat njeriu që jo që i kemi gjetë një organizatë veterane, po plot edhe organe tjera, do të thotë edhe ndërkombëtare, kemi pas që kanë reaguar qoftë zoti Grenell dhe plot personalitete të tjera për drejtat që ju shkelin tani në dhomat e paraburgimit. Prandaj nëse kjo gjykatë nuk ka reaguar për këto shkelje drejtat njeriu, nuk ka pas një qasje korrekte, ka shit akuzuar për bashkëftarëve tonë aty. I gjithë ky investim që u bë për këtë gjykatë, miliona euro, ka pas lojme që edhe mbi 2.4 miliard dollar këni lajme poshtë Blendi Fevziu, që janë investuar në gjykatën speciale. Prandaj gjitha këto neve na shtimë dyshu që edhe verdikti final
në frigon, ka mundësimës me qenë mundësirë të drejtësi, po me qenë indikum politikisht fatkesisht, me gjitha të shpresojmë bësja qëtu, po bashkëluftarët tonë, të trajtohen me dignitet, të trajtohen të nxjerrë drejtësi për ato që kanë ndodhur vitin 98-99, edhe në qoftë se do të ketë drejtësi, bashkëluftarët tonë janë pafajshëm, do të kthehen në shtëpitë e tyre. Po, dhe në rast se zoni Sylla do të kishin një vendim, cilat do të ishin pasojat për vendin dhe për luftën e UÇK-s dhe për atë narracionin cilin kohëve të fundit, a ka pasur një tentativë përmes saj gjykate të ndryshohet narrativa për UÇK-n? Fatkesisht nuk kena që me pas me tregu fëmijëve tonë. Flasim për ne që kemi qenë pjesë e luftës. Është tepër e vështirë me bindë fëmijën tonë që ne kemi qenë çlirimtar e jo ndoshta kriminal në këtë rast. Sepse kjo po tentohet e kotë është kjo tendenca prokurorisë me thonë që ne po gjykojmë si individ ta. S'është e vërtetë. E tha edhe sot prokurora në fjalën përfundimtare, apo që tha do të dënohen dhe do të gjykohen individualisht dhe jo shtabi përgjithshëm. Është e padrejtë, nuk mundesh me nda në individ njerëz që kanë udhëhequr me luftën në ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse këta gjykohen atje si krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe jo si individ. Ndoshta ka mundë ndonjë gjykatë tjetër më trajtu këta që në Kosovë për ndonjë krim caktuar, po këta janë të gjykuar për bartës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, bartës të sakrificës tonë për liri, prandaj ka më qenë tepër vështirë, edhe fëmijëve tonë ja shpjegoni gjatë tillë, po ka më qenë tepër vështirë edhe Kosova që ka më kon, i cili ka më qenë pozicioni i saj nesër në rrafshin diplomatik, do të thotë sa ka më kon në fuqishme ose akoma mujt ndonjëherë Kosova pas një vendimi eventual dënues, ndoshta më pa ditë Serbin për gjenocid që ka kryer në vendin tonë. Prandaj ideja me bëni balans të asaj që ka ndodhur në vendin tonë, qoftë si Serbisë edhe Kosovës, këta po i thonë konflikt, apo luftën tonë që ka ndodhur, do të thotë është e papranueshme sepse ne jemi në shtëpitë tona, kemi luftuar për vendin tonë, kjo ka qenë një kryengritje. Janë që burra, gra, djem, çika, vajza kanë marrë pushën i kanë dalë zot vendit vet kaq. Na s'kem shku diku me uzurpu territor, na s'kem bë masakra se s'kem pasur as mundësi. Edhe për faktin që ju e dini gjithçka fillon me raportin e zotit Dik Martin atkohë, ku ai flet për trafikim të organeve kinse nga UÇK-ja, UÇK-ja s'ka pas fasha me u lidh plak djemve ose qoftë anestezian me i trajtu plot bashkëluftarët tonë. Ju kanë vdek mjek vendur të veta, se s'kanë pas ndoshta anestezion ose më u dhoni ilaçe, më u shpëtu jetën. Ajo akuza që u ngrit edhe kjo gjykatë speciale ka qenë tepër banale, ndoshta më u thon. E prandaj duke pas parasysh që mbi të u ngrit gjitha ato tendenca me baltos, këtë luftë tonë shajt, ka më konë tepër e vështirë në qoftë se kemi pas një vendim negativ nga gjykata. Po, të gjatë fjalës përfundimtare së zotin Sylla pam që në mesin e akuzave dhe mënyrën se si pretendon prokuroria ta arsyetoj akuzën e saj ishte që synimi tha për të ushtruar, kishte synim për të ushtruar kontroll nga ish-krerët e UÇK-s dhe krimet e tyre të supozuara ishin të planifikuara. A ka arritur ta vërtetoj këtë gjatë këtij procesi gjyqësor prokuroria këto akuzat me të cilat i akuzon të akuzuarit? Nuk e besoj, si ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës vetë që kam qenë, unë kam pas drejtën deri te Zoti kur du me luftu, kur du mos me luftu, nuk kem në performe që më dhon llogaria asnjëherë komandantit tem, ose nuk ka pas një urdhëres për flas për zonën e Dugazhinit që më ndalon Ramusha e Dina me qëndru në luftë. Kur më dash nuk mujt me shku në Shqipëri, për armës më kthy kur nuk ka pas legjin janë që më dënon apo më gjykon nëse i ka në për luftë ose si ka për luftë. Prandaj një gjë tjetër nuk që e kem dëgjuar ndonjëherë në kretu UÇK-n që ka pas një rregull, një rregullore që e dëshmon një gjë të tillë. Këto janë tendenca të papranueshme, kuptohet ideja është pra me ngrit tani strukturë vetë. Me imagjinu një strukturë që ka funksionu kjo, edhe kënë sa ashtë i më tha që me vendos diçka, ose qoftë Recep Selimi, ose Jakub Krasniqi, ose të gjitha ata me vendos diçka për në zonën e Dugazhinit që s'është të drejtë, s'është as i kem njoft ta njerëz, ose as kem pa një dokumentacion tillë që një urdhëres se çu do të funksionu një ushtar. Kem qenë ushtar vullnetar, kem luftuar sa kem dashur, kur s'kem dashur i na shku dikun tjetër, na shku në Shqipëri, apo kem dalë dikun tjetër, kur na ka tek kemi kthy në luftë. Pra, pse ushtarë me përgjithësi plotë, them kur një pengesë unë se kum pas për me marrë një veprim të tillë, mos marrë në luftë ose çu me bëni veprim tjetër. Ose s'kem pasur urdhëres kur në jetën time se më mend që Ramush Haradinja si komandanti joni, edhe këta në këtë rast që kanë thonë dikuj më shku me bë çu ndaj krim civil sepse ka qenë tepër edhe pamundshme me bëni gjë të tillë. Por jo, unë dash me shku në qytetin e Pejës, prej luftës mi kalu 10 pozblloshet policisë, më shku në qytetin e Pejës edhe me vradi kanë eventualisht një civil serb, gjë persona në këtë akuzën përfshim si të vrarë, të tjerë të ndaluar në këto 40 qendra të ndalimit. Thoni që ishte pak e vështirë të bëjë organizimi i tillë në këtë periudhë në 98-99. Shans nuk ka pas. Prapë ju thëmë, na kemë funksionu në për disa fshatra, territori jonë që ka qenë më i lirë, ndoshta ka mujt me qenë mbrana 5 fshatrave.
UÇK ka kontrollu 5 fshatra, herë 2, herë 7, herë na ka largu prej pozicionit krejt. Prandaj ka qenë tepër e vështirë që ti edhe me pas kohë me trajtu disa persona të cilët nështë se kanë dashur UÇK ose kanë qenë target i UÇK ose ku do qoftë ajo. Por për flas për zonën e Dogazhinit që dy ku kum luftu vet, nuk kem pas një mundësi tillë me bon sepse s'ki pas mas pari kushte që me pas të qenë ndalimi me trajtu njerëz me bon ato. Prandaj ty pa baza janë këtu akuzat e prokurorisë edhe besoj që do të udhën poshtë kur vjen koha e verdiktit final. Po, dhe konsideroni që është arritur që deri më tani paktën prej atyre dëshmive që kemi parë në hak të dëshmuar që ky zinxhir komandues nuk ka qenë ashtu siç po pretendon prokuroria dhe krerët UÇK-s nuk kanë qenë përgjegjës për gjitha këto veprime që mund të jenë kryer në terren? Mas miri këtu elaboruan dëshmitarët e mbrojtjes. Dëshmitarët amerikanë që ishin ata theksuan vetë, thanë që s'ka pas një kontroll, nuk s'është konë që e ndërtume si ushtri shqiptare, me pas hierarki, me pas komandë, me pas me nda urdhra. Prandaj soi për këtë kësaj temës më miri thanë ose që e vërteta qëndron në ato që ka thënë dëshmitarët e mbrojtjes që ishin prezent në gjykatën speciale. Megjithatë sot prokuroria në fjalën e saj në një farë mënyrë e kontestoi nëse mund të themi edhe mbrojtjen dëshmitarët e mbrojtjes për cilët thashë që kanë pas shumë pak informacione për UÇK-n. A qëndrojnë këto marr parasysh pozicionet e tyre dhe kontaktet që i kemi parë atkoh që kanë ndodhur? Është tendencë e kohët me provu me relativizu rolin e këtyre zyrtarëve në këtë rast edhe po ashtu të faktorin ndërkombëtar, sepse ju që dini edhe vetë, zoti James Rubin e tha, unë kur erdha në vitin diku në 88 nëse gaboj me taku zyrtarët e CIA-t në Prishtinë, një unë prej komandant dhe veç kishte pas lidhje shumë më herët. E citoj zotin Haradina, i tha, ai veç kish pas lidhje më herët. Që i bie që në Ushtrinë Qendrore të Kosovës e kemi themelu bashkë me ta, edhe po ashtu luftën e kemi bërë bashkë me ta, po ashtu edhe shtetin sot që kemi e kemi bërë gjithmonë në koordinim me ta. Edhe thanë ndryshën në 24 mars vitin 1999, UÇK-ja komandën ja dorëzon Wesley Clark, sepse Wesley Clark atë ditë kur fillon bombardimi i Çashit serbe pra, kuptohet që në farë forme ata kanë marrin komandën, ne kemi qenë do ushtar, në këtë rast NATO-s me një emblem ose uniform tjetër, po bashkërisht e kemi bërë. Domethënë e vërteta qëndron çka kanë thonë James Rubin, po edhe plot dëshmitarë tjerë që kanë qenë të shtatit, ata zyrtarët amerikanë që i thanë këtu, jo kjo që ka thënë prokuroria asnjëherë dhe nuk ka me pas mundësi jo prokuroria në këtë rast, po askush që i ul ato dëshmia, po që provon me ul ato që i kanë thonë zoti Clark edhe të gjithë të tjerët në këtë raport. Prandaj këtu besoj që do të binë si prova kinse, prova të prokurorisë. Megjithatë besojmë që gjykata kemi trajtuar këto provat e dëshmitarëve, sepse këta kanë qenë faktor kyç në luftën tonë për shtyrë. Po, megjithatë zonë Shyla në anën tjetër ka pasur mbi diku 150 dëshmitar apo jo, mbi 125 të tjerë që kanë dhënë dëshmitë e tyre edhe me shkrim. Çka kemi parë për gjithë këtyre dëshmive gjatë këtyre viteve që janë dëgjuar këta dëshmitarë, sepse në shumicën e rasteve ka pasur kritika për mungesën e transparencës dhe mungesën e transparencës me këto dëshmi, pra çka ka pasur publiku, çka kanë treguar këto dëshmi, a vërtetojnë në një farë formë apo jo atë çfarë ka ndodhur dhe akuzat e prokurorisë? Nuk është procesi i parë që ne ballafaqohemi me dëshmitarë që janë kredibil për ato që i thonë. Ne kemi pasur procese të tjera, në raste e Radina e Limaja, pastaj edhe raste të tjera edhe në Kosovë, e plot dëshmitarë janë njohur prej prokurorisë që ata me qenë dëshmitarë prokurorisë këtë rast, sepse prokuroria me çdo kusht ka dashur me ndërtu akt akuzën, e prandaj ka njohur shumë dëshmitarë që nuk janë kredibil për ato që i thonë. Edhe dëshmitarë ju kanë ofruar kushte të mira. Për shembull në rastin e Haradinës, një personalisht shumë dëshmitarë rastit të Haradinës në atë kohë, të cilët sot i kanë bërë kushtet më mirë se sot të gjithë në atë lagjin ku jetojnë apo në fshatin ku jetojnë, sepse ja kanë pa harin kësaj, kanë shku, kanë dëshmu, edhe ju kanë kriju kushte prokuroria në këtë rast në atë kohë, prokuroria e gjykatës për krimin e Jugosllavi, edhe sot jetojnë më mirë se sa shumë bashkëfshatarë ose qytetarë që i kanë afër lagjes së tyre. Prandaj toni që janë korruptuar nga prokuroria dhe gjykata atë kohë. Gjithmonë me garancë se them unë kam një dëshmi si sot kujtohet, një dëshmitar kur thotë se unë fillon personi më ka rroshu plak, edhe zoti Haradini nuk ka ndërhyj se kum po atë dëshmie, nuk ka ndërhyj me ndalat tonë më jap mucha çuplak. Me besoni ose jo sot personi është milionar. Po jeni me garancë se keni ka dalë jashtë, ku ka garantuar me jetu jashtë, me familje me ato, pastaj kur u kthy sot shumë parë ka do të thotë. Shumë parë sepse ju dini nuk s'është që Kosova ka thonë në shembull me friksu dëshmitarët ose eventualisht me vranin ndonjë dëshmitar, ka qenë tepër korrekte në ballafaqim me drejtsinë ndërkombëtare, prandaj tash jetojnë si bosa. Unë mendoj që shumica prej tyre janë josh, ju dini çfarë dëshmitarë kemi, ai tipi flet për kafsh, bllaca flet, i thotë asaj zyrtares të Oleksit, e keni po besoj një ngjizime.
që po lodhë është unë, këmë sila dhe eshtë atë qenit këmë i varoz dikun, rastin këmë e kriju, më su lati, më su shqetësë për këtë punë, se ka më ndodhë ashtu kështu rasti. Pra ndaj, janë të pabesueshme. Ato që e kemë po flasin për tjera kanë qenë ju edhin nuk ka qenë transparente kjo gjykatë, nuk kemë po edhe shumë dëshmitarë tjerë dëshmi që i kanë dhonë, por për to që e kemë po janë përpranueshme se besoj që kanë me zonë vend ose kanë me pas rol këqë në këtë verdikt një final për gjykatës. Po, me gjithat, tani ka sot prokuroria lefdrua dhe për pjesën e mbrojtjes së dëshmitarëve, për shkak që mungesa transparencës pastaj dhe lidhet edhe me këto dyshimet e prokurorisë për kërcënimet ndaj dëshmitarëve. A ka pasur atmosferë kërcënuese ashtu siç edhe ka dhe një akt akuz, po edhe pretendon prokuroria gjatë ti procesit gjyqësor, pra kërcënime dhe shantazhe, kërcënime ndaj dëshmitarëve në këtë rast. Po nuk dim sa mi besu në e kësaj që ka thë prokuroria, pëse sot tash veç u ngritë një akt akuz për zotin Thashin këtë rast, po është tepër e çuditshme qysh atëherë pra pëse nuk pëse su leju pra zoti Selimin këtë rast, ose zoti Krasniqi, zoti Veseli, të cilët nuk janë të akuzum që kënë se kanë pengu në një dëshmitar, se kanë diku të një dëshmitar, pëse atyre s'ju dha mundësia pra ata me qëndru në shtëpitë e tyre. E gjithë mund një thirë, prokuroria thirë në një gjatë tjilë, dhe kanë thonë që nësot e këta lirohën, ata kanë me pas mundësi me ndiku të dëshmitar. Pra ndaj fakti që këtyre, po të kishtë e dhonë mundësin, 3 të tjeve, të cilët nuk jenë përfshim këta akuzën, zoti Thaçi tash për pengim drejtësisë, ne jo na kishë me dyshu prokuroria që me të vërtet ka të drejtë, sepse vetëm zoti Thaçi pra qenë ka fajtor. Edhe jo këta tjerët, po kjo asnjëherë nuk reflektoj me thonë që okej, që filan personi po dyshohet që ka ndiku të dëshmitar, po jo këta tjerët, për shembull zoti Jakub Krasniqi, të kush ka pas mundësi me ndiku. E me qenë se kjo nuk na dha këtë provën që po mundemi liru, dhe ta njerët nuk janë të rrezikshëm nëse kthehen në shtëpitë e tyre me prit vërtetin final të s'ka me ndiku të dëshmitarët, në atër bovaki dhe na kishim bindë që nështë ta për zotin Thaçi që ka të drejtë. Me gjithatë, këtu prapë se prapë për neve jonë të pa baza, sepse prapë thashë edhe në proceset tjera të kalume, nuk është Kosova që ka dhënë një shembull friksimit dëshmitarëve, pra. Po mendoj që është akuzë pa bazë. Po, dhe mu e konsideroni si javë vendimtare, kjo javë marë parasysh edhe fjalën përfundimtare të akuzuar dhe të mbrojtësit viktimave, si presin që të përmbyllët kjo javë dhe bastaja mund të apelohet vendimit, cili presin mund të jetë apelimi në shkallët tjera, marë parasysh edhe vendimet paraprake të saj gjykate për dënimet për krime lufte. Ne po mendojmë që kjo është jo përfundimtare, domethënë kjo është më e rëndësishme për ne, po ne ndëgjova nëse s'gaboj edhe profesoresha Nevenka Trump në një deklaratë të saj që kishte thonë ajo kishte paraqë që do të ketë edhe apel. Do të thotë kishte thonë që në çdo variant, nëse do të lirohen pafajshëm, do komo anku prokuroria, po nëse eventualisht dënohen bashkëftarët tonë, sigurisht do të ankohet mbrojtja, por edhe ajo kishte paraqë me qenë një ose mirë, sepse ka qenë në procesin e gjykatës për krimin e Jugosllavi. Edhe ne po mendojna që do të ketë apel, sepse i gjithë ky ngulmi i prokurorisë do të thotë me gjithë këtë kërkesë për këtë dënim kaq lart, na jep me mendu që do të jetë proces tepër i vështirë. Do të thotë tani është në fakt topi është gjykata speciale, fikse të gjykata, sepse pas fjalës prokurorisë dhe mbrojtjes viktimave në këtë rast, po dhe mbrojtjes të akuzuarve, atë do të jetë fjala vendimtare e gjykatës. Ta shohim gjykata, atë do reflektoj, atë do të merr ato akuza që janë shumica për tyre, mos të gjitha janë të fabrikuara prej shtetit serb këtë rast, sepse ju e dini kjo gjykatë dhe ka falendëruar prokurorinë e Serbisë për mundësinë që ka dhënë me pas qasje në dokumenta me ofrua ata shërbime pa numërta. Pra ngrit edhe më shumë dyshimin rreth punës, apo jo? Po, sigurisht. Ja, pranuar që ka pasur pranim të dokumenteve nga Serbia. Ata kanë pranuar vetë që prej që është të mbelu gjykata, ata kanë komunikuar me strukturat e atjeshme, po kjo fundi që është, do të thotë, pasi që thanë që u mbyllën dëshmitarë, nuk ka më numër të dëshmitarëve, kur kërkuan që me pas prova shtesë prej 3 institucionat ku që i kanë udhëheq 3 krerë të tyre, të gjithë janë të dënuar për krimin e Jugosllavi, flasim për Jovica Stanišić, ka udhëheq shërbimin shtetëror serb në atë kohë. Pastaj Sreten Lukić ka qenë ministri i punëve të brendshme në atë kohë, pastaj plot komandant të kësaj komandes ushtarake për Kosovë dhe Metohi, që kanë qytet ata, janë gjykuar, janë dënuar për krime lufte, po këta në gjykatën atje në Beograd, pa të bëjë Serbia në gjykatë pas lufte atje. Tashti, këto 3 institucione që përmenda, i ka bombarduar që kjo bashkia ndërkombëtare, që në ka një farformë në ka detyruar me themelu këtë gjykatë. I ka pas saqe të bombardimit. Tash këto i merr si prova, dokumentacionin që i ofrojnë këto. Kjo gjykatë speciale, me qësa ndërkombëtare, që bovaki ushtarët e shteteve të këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve i kanë bombardu këto institucione, pranoj e marë si prova ato dokumente, për ne alojnë shumë dyshime që do të thotë gjykata është e njanshme, sepse në këtë rast gjykata nuk ishte dashur të pranoj fare
Përderisa ky pranon mi trajtu, neve na lënë shumë dyshime që do të ndikohet nga këto prova që i ka marrë prej Serbisë. Kjo nuk është vetëm rastin e fundit, por gjatë krejt kohës ta kanë pasur një bashkëpunim tepër të ngushtë prokuroria e gjykatës speciale me prokurorinë e Serbisë atje. Po, dhe zoti Sylla sot ka pas reagime të shumta në vend pas kësaj kërkese të prokurorisë specializuar që nga presidentja, tutje më pas ka reaguar edhe Partia në Pushtet, Lëvizja Vetëndosje, ka reaguar edhe kryetari i PDK-s. Si keni pa reagimet e spektrit politik në Kosovë dhe si prisni si OVLOSHK-s të kenë reagime, të duhet ishin në një vijë ose të kishte një unifikim në këtë moment për këtë vendimin që mund vijë nga gjykata speciale, sidomos sa i përket institucioneve në Kosovë? S'na bojmë përshtypje hiç, fatkeqësisht. Kur reagimi ishin dashme që janë shumë më herët. Krejt aktivitetin tonë që kemë pasur organizatë veteranëve të luftës tashën e vetë. Në flasë kryesi rejse më herët se kemë pasur kryetarin to kemë qenë pa udhëheqje. E kemë folë për shkelje drejtat njerëzit. Këto reagime ka qenë dashur ndodhin kur ju kanë shkel drejtat bashkëftarëve tonë. Jo sot do tepër vonë, nuk na kanë dëshmuar asnjëherë as qeveria, as presidenca që është ty bo diçka në këtë drejtim, është ty ndihmu diçka në këtë drejtim, është ty garantu diçka të qoftë për një proces drejtet pavarur. Prandaj për neve tash janë shumë vona, do të thotë, bëa ky reagimin ngjashëm komandoi mas verdiktit final, mi thon dy fjalë, deklaratat e vesh këtu pak kanë vlerë, deklaratat e tyre që ka thonë tepër pak kanë vlerë, si në gjendje një rezolutë ka kërkuar zoti Rama me bë bashkërisht me parlamentin, dy parlamentet, ai Shqipërisë dhe ky Kosovës, nuk kanë qenë gatshëm me bu. Është vetë ky zoti Kurti i cili ka thonë që Hashim Thaçi me dur të lidhur atje në burg, po interferon në politikën tonë kosovare. Do ja ka shtuar një barë, një herit mrena atje në burg. Prandaj janë tepër të vona këtu. Megjithatë mirë bojnë se ke fundit janë qytetarë të Republikës Kosovës, po si organizata e veteranëve të luftës nuk i vlerësojnë. Po, çka është dashur të bëj qeveria që të paktën ndoshta të ofroj një drejtësi më të lartë sa i përket këtij procesi? Çka ka pasur në duar për këtë proces? Qeveria ka qenë dashur të kontraktoj një institut pavarur që mbikëqyr që monitoron gjykime ndërkombëtare, që ka plot të tillë, ju dini që ka. Edhe vetëm shkon. Ka pasur një kërkesë të tillë ndaj institucioneve tona? Kemë pas një si organizat, po s'u trajtu kurrë. Po mos e kishim ne si organizat, ata kishin dashur vetë, duke i pa gjitha këto shkeljet e drejta të njerëzve që po ndodhin gjatë procesit, sepse ky nuk është proces që ka ndodhur që një vit. Do që 5 vite po ballafaqohen me to shkelja e drejta të njerëzve. Edhe asnjëherë zoni tyre nuk u ndëgju për to. Asnjëherë. Do të thotë ata njerëz nuk kanë pas mundësi më ardh në varrimin e familjarëve vet kur u bë për shkak se ndoshta shteti jo s'ka qenë i gatshëm ju garantu. Që kjo gjykatë si ka besu policisë tonë, ose si ka besu gjykata policisë tonë, me armë i marrë ata njerëz me qu deri te varri aty ku ka pas me varros e familjarën e vet, ose shteti jo s'ka garantu. Këtu diçka ka sepse ne nuk kemi tash si më ballafaqohem me sot me drejtësi. Po mund të jetë kjo e dyta që shteti nuk ka ofruar garanci qëllimshëm në këtë rast? Sigurisht, ju është edhe qasjen e ministrës drejtësisë në atë kur i veri tavan me një urdhëresë administrative, mos më leju fonde shtesë mbrojtjes nëse ka nevojë. Edhe kjo konsideroni që ishte qëllimshëm për dëmtuar mbrojtjen e të akuzuarve në hak? Sigurisht, sepse kjo zonë janë fjalë mur vendim, nxori urdhëresë administrative që ju tha që i ndalohet nëse ka më kërkuar mbrojtja fonde shtesë. Nuk ka me pas mundësi më, dhe të i vuri tavan në fundit, edhe zoti Misetesh në këtë rast, avokati i zoti Thaçi, thanë që në qoftë se shteti nuk ka me mu përmbajt kontratën që e keme ta, ka mundësi dhe nësë kene mujtë bë punë, do të mu largu. Prandaj është kjo një qasje që ka qenë gjatë krejt kohës, nuk e vetëm tash. Po ndodhte në institut. Edhe atëherë, edhe kur do që kishë ndodhur, një monitorim i kësaj që ka ndodhur në gjykatën speciale. Bashkëftarët tonë do të ishin kthyer të lirë, to kemi garancë, nuk kemi asnjë problem. Konsideroni që mund të kishte ndikim kaq të madh një institut të themeluar për të mbikëqyrur? Sigurisht shteti më kujdes. Sepse ne kemi parë edhe tentativat të avokatit të popullit, por që nuk është që ka ndonjë ndonjë rezultat përveç deklarimeve të tij në media, apo jo? Po, është tepër interesante deklarimet e avokatit ose aktivizimi në këtë çështje i avokatit të popullit është në 2025. Pas një 4 vjet në burg që i kanë marrë ata. Edhe këto konsideroni të qëllimshme reagimin e vonshëm? Dy reagimet e fundit që ishe tash, domethënë ditën kur prokuroria flet dy institucionet tona më të rëndësishme në vendin tonë. Prandaj ja, qasja shtetit ka qenë mos vetësh, ata kanë qenë fare pa shtet. Fare pa mbështetje kërkuitje. S'ke qenë kongjend me shku me voni vizitë, me vizitu spaku për kraje morale. Nuk kanë kongjend jo mu sheshi këtu. Thash edhe dikun tjetër. Zdi që shka mujtë me dola ditë në Prishtinë, ata që jetojnë në Prishtinë, politikanë që janë pjesë e lëvizjes dhe vendosin me dalë me ble buk që mos mu identifiku që janë pjesëmarrës në protestë. Krejt Kosova ka arën këtë shesh. Që në konë gjenë moralisht me bo një postim në Facebook e mbështesim këtë protestë të drejtë, sepse ne asnjëherë nuk kemë bo aktivitet që është tepër në cilën kjo që po thëmë.
as në takime me personalitetin ndërkombëtare, as në aktivitetin tonë që kemi pas përmes protestave, kurrë nuk kam provu me diktu në verdiktin final. Në gjithmonë kemi folë për ato çka është duke ndodhur. Kemi folë për shkelje drejtat njeriu. Për ata dhe kemi kriju një raport mirë me bashkësinë ndërkombëtare me gjithë ata personalitete që kemi taku. Se në kërkesën kur kemi dërguar për takim, ju kemi thonë kjo është tema që do të flasim ne. Në shkeljet e drejtat të njeriu që po ndodhin që 5 vite. Kaq. Edhe për ata na kanë trajtuar edhe me seriozitet më të lartë, na kanë trajtuar edhe kemi komunikuar me ta, sepse shqetësimet tona kanë qenë tash çapo ndodh. Tash, gjithë kjo qasi kësaj gjykate ka shi e bashkëftarëve tonë kështu. I gjithë ky investim që ka ndodhur, i gjithë ky mobilizim i këtyre njerëzve. Edhe sot me provu me na thonë dikush që do të ketë një gjykim të drejtë, përveç është koha lën shumë hapësirë me mendu që s'mundet me qenë real, nëse se u po aktiviteti i saj gjatë krejt kohës. Do të fillon me diçka tjetër që ku përfundon të ai zotëria atje në Kashanik. Dhe në anën tjetër, çka ka tregu pjesëmarrja e shqiptarëve në këto protesta dhe tani cila presin që mund të jetë pjesëmarrja dhe mesazhi kryesor i protestës që është paralemruar më 17 shkurt pra ditën e shpalljes së pavarësisë. Organizata vetërane të luftës ka bërë 5 protesta. Ju i dini këtu në Prishtinë, në Tiranë, në Den Haag, në Strasburg, Maqedoninë e Veriut, kjo e fundit. Edhe këtë protestë është menduar me bëni. Megjithatë në këtë rast kjo platforma pa të ndëshirë me bëu ata e prinë protestës, ne nuk kemi akter në organizim të kësaj protestë, do të s'kemi në detyrë, vetëm se ne kush do që e bën një aktivitet kundër kësaj padrejësie që po ndodhin gjykatën speciale, do të jemi me ta. Ju kemi bërë ftesë gjithë veteranëve, gjithë bashkëftarëve tonë që sa masovikisht me dalë atë ditë në protestë edhe me kundërshtu këtë padrejësi që po ndodh atje, pra do të jemi vetëm pjesëmarrës, po s'kemi ndonjë rol që me udhëheq këtë protestë ose ndonjë detyrë me marr prej këshillit organizues. Po, megjithatë konsideroni që është përçuar ky mesazh drejt gjyqësorit, drejt gjykatave përmes kësaj pjesëmarrjes madhe shqiptarëve në këto protesta që kanë qenë të organizuara? Po, sepse kemi pas një aktivitet kështu pak diplomatik, pastaj protesta. Edhe tani mas protestës për shembull kemi pas takime me qoftë me ambasadorë, qoftë me personalitete të tjera ndërkombëtare. Është menduar që në thojza kanë na çurtu për protesta. Na kanë thonë jo, është drejtë juaja, sepse ne e dim çfarë kërkoni. Gjithmonë që tash edhe më herët për shkelje drejtë njeriu, për ato që po ndodh tash. Edhe na kanë thonë është interesante edhe për neve perceptimi i opinionit publik. Do të thotë edhe ata kanë dëshirë me ditë që pajtohet populli me këtë çështje që ka duke vepruar gjykata speciale ajo. E prandaj mendojmë që po, e kena sensibilizuar qytetarin, shqiptarin, kudo që ka qenë ai. I kena hull dritë kësaj errësire që ka krijuar gjykata speciale në vendin tonë, ju e dini sa ajo transparente ka qenë. E prandaj mendojmë që e kemi arritur efektin. Ju e dini protestat kanë qenë të qeta, kanë qenë tepër në rregull, edhe ato protesta ne garanton kushtetuta jonë. Përderisa ato kanë qenë të qeta, kanë qenë të arsyeshme, mendojmë që e kemi arritur qëllimin. Atëherë zoti Sylla, faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.